Të dashur miq, ashtu siç ju njoftuam, kemi në studio zonjën Nafie Latifi nga Qendra Kosovare për luftimin e kancerit të gjirit, Jeta Vita. Sido që të mundohemi ta prezantojmë zonjën Nafie, unë kam bindjen që prap na mungojnë fjalët e dura për të shprehë së pari mirënjohje dhe falënderim për këtë grua të jashtëzakonshme, e cila duke u nisur nga ajo që ka përjetuar vetë, u shndrua në një zë dhe në një forcë për shumë gra e vajza të reja, të cilat kanë luftuar ose janë në luftë me kancerin e gjirit. Sot me zonjën Nafie nuk kemi me sjell këtë historinë që e kemi nga tetori në tetor, do të mundohemi të kalojmë përtej asaj që ne kemi dëgjuar, jo vetëm në këtë studio, por edhe në shumë studio të tjera televizive. Zonja Nafie, të falenderoj shumë për kohën që po ndan sot për ne dhe për gjithë shikuesit tanë dhe mbi gjitha për këtë kontribut të jashtëzakonshëm për gjithë këto vjet që ke dhënë për të dalë në ndihmë atyre që më së shumti ka nevojë, jo vetëm në tetor, por gjatë gjithë vitit, të prekurve nga kanceri i gjirit. Faleminderit e dona shumë për gjithë përkushtimin tënd dhe si të mos vi kur ti e promovon një ndërgjegjësim dhe informim të pacientëve dhe të popullatës. Dhe çdo herë ke pas shumë kujdes që tetoret posaçërisht të jenë prezente në studion tuaj edhe në temat që i shqyrtoni. Sot kishim bashkë me presidentën shpërndarjen e një donacioni prej 620 pakove onkologjike. Sot ishte një ditë, mos them e lumtur, por një ditë e jashtëzakonshme për gratë që përballen me smundjen, me shumë të lashë që sjell smundja, me pasiguri, me dhimbje, me trajtime të rënda, me shpenzime të shumta e tjerë, por ja u lehtësuam në këtë mënyrë që t'i kenë paruket, gjoksoret edhe protezat falas. Nuk është hera parë. 620 pakoj. Nuk është hera parë që presidentja i përkushtohet këtij problemi dhe sjell për pacientët tona për një numër shumë të madh të pakove, aq sa janë raste të reja. Si vjetë sollëm pak ma tepër dhe e të kaluam atë buxhetin e parashikuar, por nevojat për këto pako janë të jashtëzakonshme për të gjitha gratë, sepse nuk janë vetëm pacientët e reja që kanë nevojë për gjoksore, proteza, por edhe ato tjera të cilat mbijetojnë për vite me radhë. Më the pak më tepër, a do të thotë kjo që kemi një rritje të rasteve të prekurve nga kanceri i gjirit, sepse në fakt nëse marrim shifrat dhe ato çfarë thonë nga onkologjia, ekspertët e fushës, po del që kemi nga viti në vit rritje të prekurve me kancerin e gjirit. Po mund t'ju them se ne e kemi të mangët problemin e statistikave. Nga një burim të azam dalin që janë 640 raste, nga burimi, nga evidenca e klinikës onkologjike, që është një prej evidencave më reale ku trajtohen shumica, mbi 90% të pacientëve tona, del se nuk ka rritje të dukshme. Është gati i njëjtë numri nga viti në vit. Si vjet kemi 340 raste të reja, prej tyre 3 janë mashkuj, sepse edhe mashkujt atakohen 1% nga numri i përgjithshëm, të cilët trajtohen në klinikën onkologjike. Nuk kemi rritje alarmante. Aq ma tepër mund t'ju them që Kosova e ka numrin më të vogël të prekurve me kancer. Përgjithsisht edhe të lokalizimeve tjera, jo vetëm të gjirit. Sepse jemi popullat me moshë të re dhe ma pak prekën popullat, po mendoj moshat e reja. Megjithse është fatkeqësia më e madhe që tash po hasen edhe rastet e moshave të reja. Nga 20 vjet e sipër, që është shumë tragjike të dhe. Jashtëzakonisht. E rëndë edhe për ta dëgjuar e lërë më të kesh të bësh me raste të tilla. Zonja Nafie, a mund themi që puna, kujdesi dhe momenti që i kështë kushtuar muaj tetor nga viti në vit, në fakt ka rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve sa i përket
kësaj sëmundje dhe të dijen e grave që të dalin dhe të marrin iniciativa. Unë po e nisë kështu. Nëna ime jeton në një fshat në Trenas dhe thot, dje nuk mriva me shku se si shte djalin shpe me më dërgu. Po mirë që e kishin shty ditën për me ardhë kë mamografi mobil, e i komplet gratë e lagje se nesër keme shku. Dhe thot, bisedat që ne realizojmë, takimet që ju keni me këto gra, në fakt i bëjnë të mendojnë edhe të tjerët që pse jo, dhe unë mund t'jem njëra prej atyre që do të preket në të ardhën nga kanceri i gjirit, dhe unë duhet të tregoj me kujdesshme. Mendoni që është punuar sa duhet dhe keni arritur në atë pikë ku mund themi kemi bë punë të mirë këto vjetë dhe i kemi ndërgjetësu njerëz për këtë gjë. Sa mirë, ishte një shembull shumë i mirë. Nuk kemi bë vetëm na. Na kemi bë me gjitha format e aktiviteteve të ndryshme për të mri të gratë, të populata, për informim dhe ndërgjegjësim që duhet kjetë kujdes për shëndetin e tyre, të bëhen vetë kontrolla dhe kontrolla të rregullta në mënyrë që smundja të zbulohet sa më herët. Por në këtë rrugtim, na keni ndihmu jashtëzakonisht shumë ju mediat, sepse aty ku s'kemi mri na, keni mri ju çdo herë. Në çdo shtëpi, të çdo grua, çdo ditë, sidomos tetori, është pink, është pembe. Çdo kompani organizon një aktivitet, çdo shkollë, çdo kolegj, çdo ordinancë mjekësore. Kemi aq shumë njerëz që na thrasin, na ofrohen për ndihma. Do me thonë, na mund të themi që jemi të lumtur që nga një tabu temë prej kohës kur jam ataku unë në vitin 2004, kur s'ka pas as informat, as mundësi të diagnostikimit edhe të trajtimit, sot e kemi një situatë plotësisht të ndryshme, të them në aspektin ma pozitiv të mundshëm. E qartë. E kemi një klinikë onkologjike ku trajtohen pacientët me kancer përgjithsisht edhe me kancer të gjirit. Kemi staf që është ma i rëndësishme. Ne kemi onkolog, kemi radiolog, kemi infermier, kemi fizikant të cilët janë gjithashtu të nevojshëm në atë ekipin multidisciplinar për diagnostikim edhe për trajtim. Kemi aparatur, kemi trajnime të këtyre njerëzve në për konferenca dhe evente ndërkombëtare. Do me thonë edhe trajnimet e tyne, specializimet e tyne, jo që janë mrapa regionit, po janë aty afër ose edhe ma mirë. E qartë. Tani, e përmendet përvojën tuaj, vitin 2004, më thatë, në kohën kur ishte tabu edhe bilez njerëz kishin shumë pak informacion për këtë sëmundje. Qëfar ju shtyu që gjithë atë që ju e keni përjetuar vetë në fakt të shëndrani në një mision për të ndihmuar gratë e tjera? Të kthehemi pak në kohë. Unë e di që ti ke dëshirë që të flasësh më shumë për punët e më pak për vetën, por definitivisht ju keni qenë dhe vazhdoni të jeni një shembull i jashtëzakonshëm për shumë gratë të cilat kanë zgjedhur që të luftojnë këtë sëmundje dhe të mos dorëzohen karshi saj. Faleminderit prapë. Në vitin 2004, do me thonë, ishte një kohë e mos informimit. Unë që kam punu gazetare rreth 20 vjetë, që kam punu me gratë dhe me vajzat, me rinin, me punëtorët, në revista, ku jemi mundu për arsimimin, emancipimin, punësimin e grave, dhe kemi bërë çdo gjatë mundshme që gratë tona të ecin bashkë me gratë e botës të zhvilluar, kur u atakova, kur u përballa me këtë sëmundje, për cilën s'kisha informata të mjaftueshme, mendova që përfundoj çdo gjë për mua. Këto është fundi botës. Po. Do thotë, ka qenë një farë një situatë kur nuk është folë për këtë problem. Madje edhe intelektuale, doktoresha, profesoresha, e tjerë nuk kanë tregu për sëmundjen. Dhe në vazhdën e asaj pune
për t'i ndihmu ose për t'i kontaktu gratë, mendova unë që i kam, që po mri deri te informata, që i kam mundësit, e kam përkrahjen, i kam gjitha dhe po e kam vështirë, t'i takoj këto gratë, të bisedoj me to, të këmbëjmë përvoja, t'informohemi prej njëna tjetrës edhe t'i ndihmojmë njëna tjetrës në një mënyrë. Dhe pak, nga ajo ide është zhvillu edhe mundësia që të themelohet një shoqatë. Edhe për shoqatën nuk e kam pas fort idenë si keme funksionu. Po, mirë po, fal internetit, revistave, emisioneve, medjave, kam përcjellë çdo gjë që po ndodh në botë, në vendet e regionit, që mund të aplikojmë në vendin tonë. Dhe kemi bë fletpalosje, kemi bë ligjërata me ekspert mjekësor. Në çdo cep të Kosovës kemi shku. Mbi 200-300 ligjërata i kemi majtë, mund t'ju them. Pastaj ishte ideja me që s'kishte aparatur të mjaftueshme ta sigurojmë një aparat mamografik, i cili do të shkonte në çdo cep të Kosovës, t'ju ofrohet grave aty ku janë, dhe t'i informoj edhe t'i kontrolloj, t'i zbuloj sa ma herët. U siguru edhe ai falë ndihmës deputeteve në vitin 2014. Po shumë përpjekje janë bo për çdo gjë. Me që na punojmë vetëm baza vullnetare, do më thonë, kjo shoqata jonë punon pa zyre, pa mjete, pa asgjë. Po keni bërë mregullira që është e vërteta. Ato mjete po i dedikojmë të gratë, po i adresojmë atje dhe çdo cent që na vjen prej kompanive, prej ndihmave, donacioneve, mundohemi me e shpenzu në favor të pacienteve tona. Dhe mendoj që është arrit shumë në ndërgjegjësim. Kjo edhe sot edhe çdo ditë u tha edhe prej mjekëve, sepse nga stadi i 3 e i 4, nga stadi gati paravdekjes, në cilin janë zbulu gratë përpara, tani mbi 50% të grave zbulohen në stadin e parë dhe dytë, sepse i bojnë këto kontrolla që i ka përmend nana juj, edhe kanë ma shumë kujdes. Tetori është shumë, ta them, shumë ma tepër i aktiv, edhe gratë, edhe mediat, edhe e gjithë shoqëria. Vëmendja është më e madhe. Por ne punojmë tanë vitin, edhe institucionet punojnë gjatë gjithë vitit. Ne kemi aparatur, kemi radiolog, ku mund të shkohet në çdo kohë, çdo ditë. Dhe pse unë mendoj që nuk është shumë në rregull që gratë të vrapojnë vetëm në tetore dhe të bëjnë kontrolla. Muajt tjerë janë më të lirë, ka më pak interesim dhe më të relaksume dhe vëmendja e radiologëve dhe është më e madhe, prandaj nuk kemi nevojë për nguti edhe për edhe diçka tjetër që është siguru. Deri vonë ka qenë një çmim simbolik për eho e mamografit, tani edhe ajo është e gjitha, kështu që gratë tona për diagnostikim nuk kanë problem. Nuk kanë problem tash edhe për trajtim, ta them 90% rasteve. Sepse ajo klinik onkologjike, megjithëse e vogël është për gjitha ata pacientë që e frekuentojnë 200-300 brenda ditës, ajo ka qenë planifikume në një kohë shumë më të hershme, për një numër shumë më të pak të pacientëve, por kemi mbet aty ku kemi mbet, edhe është renovu vitin e kalum, janë hap disa hapsina, disa salla më tepër, dhe kushtet e lokacionit janë përmirësu. Mjek kemi, onkolog, radiolog, të gjitha profilet. Kemi munges më të madhe të stafit mesëm, sepse pacientët me kancer kanë nevojë për më shumë trajtim, për më shumë kohë.
ta zomë, sepse të ata humbë vena gjatë trajtimeve me kimioterapi e tjerë, dhe duhet më shumë përvoj, më shumë përkushtim, më shumë kujdes. Njërë që janë nuk po më gjatë edhe më të dishëm në këtë punë. Zonja Nafie, përmende që nuk keni lënë vend në Kosovë në cilin nuk keni mbajt ligjerata, nuk keni ofru informacione, që jeni taku me gra e vajzat të moshave të ndryshme. Tani, për krejt këtyre rukëtimeve dhe kësaj përvoje ka gjatë, mbi 20 vjetë, keni do një moment, do një rëfim, do një takim me një grua që ka qenë e prekur nga kjo sëmundje, e që ju e kujtoni më shpeshi, që në fakt ju ka emocionua dhe ju ka mbet aty në mend, ju është ngulit dhe nuk e keni të mundur me largu. A do të ndanit me ne? Së mund të ndaj një rast, sepse për 20 vite kam njoft shumë gra. Gra të reja të cilat kanë planifiku me bë jetën, me kriju familjet e tyne. Kam taku gra të reja të cilat kanë pas fëmijë të vegjël dhe kanë qenë të brengosuna çka do të bëhet me fëmijët e tyne nëse ato e humbin betejën. Kam has gra në moshë të cilat janë brengos që po i ngarkojnë fëmijët e tyre me problemet shëndetësore, me problemet materiale e tjerë. Kështu që kam aqë shumë rëfime që i kam dëgju, i kam përjetu çdo herë nga fillimi dhe nuk mund të ndaj një. Shumica e këtyne emrave, numrave telefonave, fotografive të tyne ka qenë në telefonin tim, por për fat keq më ka humbë telefoni dhe tani është kriju lista e re, për fat keq, po thëmë, është kriju listë e re shumë e madhe me gjithate. Sepse përveç këtyne numrave që i thash, 340, 400, 400 e dishka, kemi një numër shumë me mija gra që mbjetojnë për vite dhe që ka nevoj, ka nevoj për bised, ka nevoj për këmbim përvojash, për orientim ku me shku, për këto pajisjet ndihmëse që i shpërndajtëm sot, të me thonë, kemi komunikimet shpeshta me to dhe nuk mund të ndaj një rast të vetëm. E besoj, e kuptoj. Zonja Nafie, një punë e jashtëzakonshme po bëhet me qendrën për kujdesin paliatik. Aty në fakt është e koncentruar e gjithë energjia dhe vëmendja, jo vetëm e jote, por edhe gjithë atyre që janë pjesë e organizatës. T'ju them, për vite me radhë, përveç problemeve që i kemi fokusu vazhdimisht për staf, për aparatur, për klinikë onkologjike, për mundësi më të mira të trajtimit, për trajnimet të mjekve, për barnat avancuara, për gjitha nevojat që i kanë të smurt me kancer, jemi fokusu për vite me radhë edhe për një qendër për kujdes paliativ. Sepse në stadet terminale, në stadet e fundit jetës, pacientët tanë i mesin vetës, me dhimbje, me shumë probleme dhe familjeve tyre. Përfundimi tyne nuk është dinjitos, sepse nuk kanë mjaft qetësus, opiate, janë procedurat veçanta këto që ku shkruhet receta, kush e aplikon e tjerë. Kemi shërbime ditore që ju ofrohen pacientëve në për shtëpia, por aty vjet tazom infuzioni ose qetësusi që prapi lehet familjes. Dhe nuk e kemi një kujdes, një edukim të familjarve, një këshillim se si të veprojnë ma tutje. Është kjo gjendje që ju thash e ngarkon shumë pacientin, por familjarët e tyre përveç dhimbjes që kanë për ta mesin me trauma, për jetë që nuk kanë mujtë me ju ndihmu familjarëve tyne. Dhe për këtë arsye, unë edhe shumë tjerë sigurisht, po bojmë përpjekje që
prej presidentës, presidentës Vjosa Osmani Sadriu, presidentës Jahjaga me fondacionin e Ka saj. bërë një punë të jashtëzakonshme. Po, mjekve, të gjithë vullnetmirëve, kemi shku edhe të avokati i popullit, të shoqata për mbrojtjen e drejtave të pacientëve, të gjithë faktorët relevant në mënyrë që të ministri i shëndetësisë, që të gjejmë një mënyrë, një zgjidhje për këtë situatë shumë të rëndë të pacientëve tanë që po mbesin në stadiet e fundit me një mos kujdes të mjaftueshëm, me një trajtim jo dinjitoz, dhe për fat keq po mesin edhe në mendjen e familjarëve për jetë t'i kujtojnë për dhimbjet e për problemet që kanë pas. Është e rëndë me i kujtu e me i mendu ato, po fundit ajo që është ndihma më e madhe që ne marrim përkundër kujdesit mjekësor, të mirave dhe të këqijave, mungesave dhe atyre përparësive që i kemi në vendin tonë, familja ka qenë dhe vazhdon të jetë burimi i fuqisë për të mundur edhe sfidat më të mëdha, madje edhe një sëmundje siç është kanceri. Unë do doja shumë që këtë bisedë ta zgjasnim pafundësisht, se e di që kemi pafundësisht gjëra për të folur me ju, por në këta minuta që kemi, do doja që këtë bisedë tonën ta përmbyllnim sot me një mesazh për familjet e atyre të cilët janë të prekur nga kanceri i gjirit. Mund të jetë grua, mund të jetë edhe mashkull, ju përmendët që janë 3 raste në kuadër që janë të shtrirë në onkologjin nga kanceri i gjirit. Është shumë e rëndësishme që t'u qëndrojmë pranë nënave, grave, vajzave tona, sepse kujtoj ditë më parë patëm një intervistë tjetër me një zonjë tjetër, zonjën Violeta Birana, që tha është rritur ndjeshëm numri i rasteve ku gratë e prekura nga kanceri, po u kërkohet divorci, e që është një tjetër goditje për to. Po në tërësi, për të mos u kthyer te kjo temë, rëndësia e familjes që na qëndrojë pranë, të qëndrojmë pranë njëri tjetrit, pa marrë parasysh asaj se si është më pas gjendja në mënyrën se si të tjerët kujdesen dhe institucionet kujdesen për ne. Unë mund t'ju them se megjithatë familjet tona janë tradicionale solidare dhe janë gjendje të bëjnë të pamundshmën për t'ju ndihmu pacientëve, familjarëve të tyre. Mund të ketë raste të veçanta që ndodhin divorcet, ta them për shkak të sëmundjes, unë nuk kam dhëna, por përveç familjeve dhe solidaritetit familjar edhe shpenzimeve të mëdha familjare, institucionet mund të bëjnë shumë më tepër. Arsyetimi që nuk ka buxhet më të madh është i parësyeshëm. Ai buxhet duhet të zhvillohet, duhet të shpenzohet racionalisht. Të mendojmë ndonjëherë që shteti është shtëpia jonë, që parat e buxhetit duhet të shpenzohen me racionalizëm sikur parat e familjes. Ashtu do duhet. Por përveç buxhetit, ne kemi mundësi që të kërkojmë donacione prej vendeve të ndryshme të zhvilluara, janë shumë të gatshëm të ndihmojnë. Presidenti sot tha, bëni kërkesat, bëni projektet, provoni edhe na do t'ju dalim ndihmë, do të kërkojmë edhe jashtë. Shumë të shka është bë prej donacioneve të jashtme. Por varet prej menaxherëve, prej vullnetit personave që udhëheqin me politika shëndetësore, me institucione shëndetësore e tjerë. Nevojat janë shumë të mëdha, prandaj përgjegjësia e menaxherëve, e përgjegjësve, politikë bërësve shëndetësor do të jetë në nivel shumë më të madh. Zonja Nafie, nuk po të premtoj që s'kemi me thirr prapë gjatë torit, por nuk po të premtoj atë që gjatë muajve të ardhshëm nuk kemi me thirr. Po të them këtë, sepse e di që je shumë e zërt, je jashtëzakonisht e zënë me aktivitete dhe punë të cilat i ke bërë dhe vazhdon t'i bësh në bazë vullnetare. Por konsideroj që është shumë e rëndësishme të vazhdojmë të flasim gjatë gjithë vitit për këtë problematikë dhe të bëhemi zëri i shumë grave të tjera të cilat ndoshta nuk kanë mundësi që të ngrisin zërin dhe të kërkojnë ndihmë tek të tjerat. Sakt. Prandaj unë ju falenderoj juve posaçërisht dhe të gjitha mediave që
ish kolegëve të mi që kanë aqë shumë mirë kuptim dhe në ndihmojnë me emetimin e promove falas. Pa tjetër. Në top kohë dhe një promo e tillë e sigurisht e nxit kureshtjen, e nxit informimin edhe ndërgjegjësimin e çdo gruaje. Ju e përçoni këtë mesazh më mirë se ne. Dhe në këtë mënyrë arrihet që të gjitha gratë dhe popullata jonë ta dinë që kjo smundje është këtu, kërcënon edhe atakon një numër të madh të tyre dhe është mirë të zbulohet sa më herët. E vetmja mundësi e mbijetesës edhe një jetë më cilësore është zbulimi i hershëm. Falenderoj shumë për kohën dhe për gjithë shka që ke bërë dhe vazhdon të bësh për krejt gratë, jo vetëm ato të cilat janë të prekura nga kjo sëmundje. Faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë.